Serbia është rënditur nga protestat, por presidenti serb Aleksandar Vučić nuk duket se interesohet dhe po punohet për të konsoliduar pushtetin e tij dhe për të shpallur zyrtarisht veten si komandant suprem i forcave të armatosura, duke ndryshuar kështu ligjin për ushtrinë dhe si shef i policisë përmes ndryshimeve të personelit. Kështu ka deklaruar e përditshme austriake OE24. Ndryshimin në ligj, të cilin parlamenti ndoshta do ta miratojë së shpejti, parashikon që shefi i shtabit përgjithshëm dhe oficerët kryesor duhet të udhëheqen forcat e armatosura në përputhje me ligjin dhe me vendimet e presidentit. Në ligjin aktual, presidenti nuk përmendet në këtë kontekst, shkruan media austriake. OE24 përcjell gjithashtu vlerësimin e përjavshmes politike të Beogradit Radar, se rruga për shndrimin e policisë në një deg të Partisë Progresive Serbe, e cila filloi në vitin 2014, pothuajse ka mbaruar. Gazeta raporton dhe vlerësimin e analistit ushtarak Aleksandar Radić se ndryshimi i ligjit për ushtrinë dhe policinë do të thotë kthim në vitet 90, kur shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ishte në varësi të kreut të shtetit të atëhershëm Slobodan Milošević.